ti si femër, që qëllimi jotë është po besoj me shtu mas muskulore, më tonifiku edhe me heqin dyrë. Nuk bën më ushtru çdo ditë. Unë pa egoizëm edhe pa e lujt mendje madhin, nuk ndjej konkurrencë. Për shkak se unë e bëj punën hakikata që thonë, edhe e bëj si është më smirti, edhe në mënyrë profesionale. Unë e qëndroj transparent me çdo person. Për atë arsye nuk kam konkurrencë. Për këtë sen mund me fol tjertë. Po ndoshta është për shkak se edhe nuk është burimi kryesor i të ardhurave të mia, për shkak biznesit familjar, po është edhe për shkak se unë e bëj me dashuri dhe pasion. Okej, kjo është çelësi. Unë them çdo herë kur e bën një punë me dashni edhe me përkushtim të plot, as nuk e ndjen lodhjen, po edhe rezultatet pastaj janë të ndryshe. Ato njerëzit ndonjëherë që jenë mendje madh? Ajo. Po. Okej. Shumë. A din që është kjo puna mendje madhe? Kjo puna po s'ka lidhje, nga njerëzit mendojnë. Jo, s'ka lidhje, ama unë e them nisan që çka han ti është reflektimi i trupit tënd. Çka konsumon ti është reflektimi i trupit tënd. Unë konsumoj shëndetshëm, postura e trupit tam, trupi jem, rrin si është më smirti edhe shëndetshëm. Kodi veshjes edhe kodi i të dukurit për brenda, edhe për jashtë, nuk është esenca më dukti me six-pack, me muskuj, ose si unë në shembull për marë, po momentin që je fit, i strukturuar, si është më smirti, kjo ka zënë që ti ki disiplinë edhe ki të strukturuar në mënyrën e jetesës, e nuk jeti u zgju sa hajt. Okej, edhe funksionon edhe me energji pastaj, momentin kur ti gjatë kohës kur veç flet edhe je në shumë optimiste, jema pozitive, një moment kallzon shumë, e vlerëdon që kjo pjesa. Aja, ashtë të diskutohet. Kështu që, po nis nga për vetës, unë jam njëri pozitiv, kështu që... Po vështë që e marrë me sport, që më thave që je marrë me sport e marrë se kila... Kam e këdor. Bashkë më intereson, qësh kjo ushtru ti që je marrë me sport? Ti si femër? Qësh kjo ushtru? Po. Hajde tash ti unë. A tregoj? Me në të mbo pyetje farë sfidë, unë e kësi sfidës kumë pas asë njerë në emision, vlerëdon. Unë e kumë ushtu 5 herë një 5 herë një javë. Edhe që ki dash për që asaj 5 herë një javë ti? Krejt trupin i kumë pasë ndome. Të hanin diçka, të martin diçka, të mërkurën diçka. Nga njerë të mërkurën e bëjsha pushim, po te për rallë. Të hajten diçka, të premten diçka, shtu në djelje pushim. Tash ti po të tregoj një sekret vogël. Hajde. Që ti si femër, që qëllimi jotë është po besoj me shtu mas muskulore, më tonifiku edhe me heqin dyrë. Nuk bën më ushtru çdo ditë. Pse? Çka do me djegë? Çka do me vendosën pa? Çka do me ndërtu ti ku nuk e ushqen veten edhe nuk rikuperohesh? Okej. Çelësi kryesor për me rrit masën muskulore, me transformu veten, është ushqimi dhe rikuperimi. Në fitness ndodh dëmtimi. Qof fitness, qof basketball, ose ndaj sport tjetër, që kjo është kryesorja. Nëse do me sfidu ti veten, ushtro me ushtrime bazike, me ushtrime që i targeton muskulit adekuat, pak, po jo shumë, jo me ne 2 orë në fitness. Për ndryshe s'pihi, ma shumë në fillit, bëhë pjesë edhe ti ushtrosin i kampion.